në shërbim për vendin edhe uniformën do t'jenë gjithherë. Kosovës nga sot i shtohet një grua me gradën general major. Betohem se do të betimin e kombon janar 96-ës. Bashkimin e tyre. Generalja FSK. Generalja e parë. Çdo ushtarak e ka synim gradën më të lartë. Sot, për herë të parë në historinë e Kosovës, një grua e jashtëzakonshme. Kur nuk më ka ndodhur të më refuzohen urdhërat. Dhe për ndërtimin e ushtrisë sonë, unë i kam hyrë kësaj rruge të UÇK-s me shumë shok, po shumë pak kanë betë. We recognize you as truly the Kosovar hero. Kur je ushtarak janë të prishme çdo promovim deri në gradën më të lartë ku e ke synim. Edhe çdo ushtarak e ka synim gradën më të lartë dhe promovimin. një grua e jashtëzakonshme që ka kontribuar për lirinë dhe pavarësinë e vendit tonë dhe për ndërtimin e ushtrisë sonë, gradohet për herë të parë në gradën general majore e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Unë ju kam bashkangjitur grupit parë të organizuar që më janë ofru mu në fund vitet 95, betimin e kombon janar 96-ës, edhe prej atij momenti unë i kam takuar një grupi student edhe pjesëtar të UÇK-s që kanë bashkëpunu me grupet edhe në teren të UÇK-s në tërë territorin e Kosovës, që janë merr me furnizimet dhe lidhjen, bashkëpunimin. Fokusi jam kryesor ka qenë, pasi që vi edhe prej regionit të Drenicës, kam jetu atje, me kontakti me grupin e Drenicës. Në njëjtën kohë, gjatë asaj periudhë kohë, unë kam punu edhe si bashkëpunëtor profesional në përpilimin e dosjeve të Hagës, do me thonë me ofrimin e fakteve, mbi dhunjen dhe represionin serb. Kjo më ka ndihmu me pa realitetin me sytë e mi edhe me prek, se çka po ndodh, keq trajtimet, vrasjet, gjithë ato çka kanë ndodhur, ne i kemi faktu, i kemi pa. Kjo ka qenë ajo shtytja se s'ka lënë me dal lire me la vendit në tënë. Mos pari kam bë betimin, edhe në atë kohë kanë qenë sfiduese u ko me u përgatit edhe me trajnimin, me i përdorë anët, që ma janë nda, me janë ofru. Nuk kam qenë e keqe, qysh në testin e parë, këto muna me tha, sfiduese ka qenë se lëvizja ka qenë e kufizume, represioni ka qenë gjitha anët, detyra jeme dhe, ka qenë edhe misioni jeme i majtë lidhjet me komandën e zonës. Kur nuk më ka ndodhë, të më refuzohen urdhërat, jo në TMK, asë në FSK e deri më tani. Unë jam inspektore generale prej majit, 24 majit 2022. E ka marrë këtë detyrë me dekretin e presidentës edhe gradën si general major. Unë kur njëherë nuk kam thonë jo. Se është një shprehje njëherë ushtar, gjithmonë kime qenë ushtar, po me gjithat në shërbim për vendin edhe uniformën do t'jenë gjithat. Ajo që i përullëm çdo herë është UÇK-ja dhe aty në 3 shkronjave. Unë i kam hyrë kësaj rruge të UÇK-s me shumë shok, po shumë pak kanë betë. Oficer, kadet, Verina 3.